Ju përshëndes gjithëve, ndodhem në atë që quhet Zemra e Durrësit. Është një nga lagjet më të rëndësishme të Durrësit, pikërisht në shkollën që deri para pak kohësh ka qenë thelbësisht sportive, Bernardina Qerraxhia. Tani është shkolla e mesme në orientim sportiv, Bernardina Qerraxhia, që do të thotë nuk është më një shkollë sportive. Pse ka ndodhur kjo histori? Sigurisht që ka ndodhur për një arsye të thjeshtë, për shkak të shpopullimit. Deri para pak kohësh kjo shkollë shërbente vetëm si shkollë sportive. Tani nga që nuk ka më nxënës për ta ndjekur si shkollë sportive, një nga shkollat më të famshme, jo vetëm Durrësit, por të gjithë Shqipërisë, që kanë nxjerrë talenta të jashtëzakonshëm, por nuk ka më talenta. Përveç talentave nuk ka më njerëz. Dhe tani çka kanë bërë, i kanë bashkuar edhe shkollë të mesme edhe shkollë në orientim sportiv, kanë bërë shumë bukur nga jashtë, po nuk ka nxënës. Ne nuk na duhen godinat e bukura të rikonstruktuara, ndërkohë që nuk kanë njerëz. Pra kjo është drama e shpopullimit, e agjendës për shpopullim që ndodh në mesin e qytetit Durrësit. Ja, shikoni, te nga ana tjetër është stadiumi Niko Dovana, një nga stadiumet më të rëndësishme të Shqipërisë, ekipi Teuta, krenaria e Durrësit, Fidanishtja Majtas, këtu, gjithmonë ka sjell futbollista që kanë furnizuar ekipin Teuta, por jo vetëm. Drama e shpopullimit nuk ka prekur vetëm Malcinë e Krujës, Fushkrujën, Niklën, Bukqin, Thumanën, por ka prekur edhe zemrën e Durrësit. Kjo është dëshmia se si është shpopulluar Durrësi dhe Shqipëria. Lajmi mirë në fakt, po më thonë banorët, është që pas 6 vitesh është rindërtu kjo shkolla, prej një viti e kemi tani funksionale, sepse që nga koha e tërmetit e 26 nëntorit 2019, kjo shkollë nuk ka qenë më këtu, kur kam ndihmuar disa familje në Durrës atëherë që ishin vendosur pikërisht në ambientet e brendshme të stadiumit Niko Dovana, ndihmat tona i kemi sjellë pikërisht në këtë shkollë atëherë, e cila ishte duke u shembur. Lajmi mirë është që është shqetësuar, lajmi i keq është që nuk ka njerëz.